Assalamu alaikum të ndërruar ndjekës të portalit të Mezhlisit Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne me lejnë Allahut fuqi plot vazhdojmë emisionet tona podcast në Mezhlis. Me lejnë Allahut fuqi plot Ramazani përfundoi. Miku ynë më i dashur u largua, iku, por ne vazhdojmë punët dhe veprat tona për të kërkuar kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut fuqi plot. Muaji i Kur'anit la pas shumë gjëra, na kujtoi se alhamdulillah së pari pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi dhe tha dhe na edukoi se kush nuk është falënderues robit të Allahut, domethënë njerëzve, nuk është falënderues as Allahut. Dhe unë gjej momentin dhe marrlej vetes që t'ju falenderoj të gjithë juve të cilët na ndjekni dhe faleminderit shumë, elusim Allahun fuqi plot që këto emisione të jenë vetëm të dobishme dhe të hajrit për të gjithë ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshilloi, edukoi, mësoi, udhëzoi, informoi se muaji Ramazani nuk guxon të jetë vetëm muaji i agjerimit nga ushqimi dhe pije, por të jetë muaji i shoqërimit me ibadete, adhurime dhe pas muajit të Ramazanit ne të vazhdojmë atë. Dietarët ulemajnë kanë treguar se muaji Ramazanit shihet me ikën e tij. Dhe njëra nga gjërat më të rëndësishme me të cilën ne duhet të merremi si besimtarë është që të shoqërohemi sa më tepër me fjalën e Allahut e Kur'ani famlart. Ne ndodhemi në një qytet i cili para disa dekadave ishte njohur si qyteti i Kur'anit, i hafizlerëve, njerëzve të cilët e mbartnin Kur'anin në gjoksin e tyre dhe e ruanin me vëmendje të madhe, me dashuri të madhe. Dhe subhanallah, nga historia e Ulqinit dhe nga trashëgimia e të parëve tanë ne i di mirë se s'ka pasur gati në çdo xhami ku imami nuk ishte hafiz i Kur'anit. Dhe njëra nga arsyet më të mëdha me të cilët ne kemi marrur hapin që musafiri ynë i parë të jetë një javë pas këtij muaji të bekuar të Ramazanit të jetë bashkë një hafiz nga qyteti jon, bashkëvendas jon, ai është hafiz Muhammed Ukushata. Mirë se na erdhe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mirë se ju gjetëm. Subhanallah, Ulqini si një qytet i lashtë, ku në histori di mirë se është më i vjetër se 2500 vite, por njëra nga gjërat me të cilën ne duhet të krenohemi është Kur'ani dhe hafizlerët tanë. Së pari, ka nga ato të cilët të njohin, por edhe nga ato të cilët nuk dinë se kush është Hafiz Muhammed Ukushata. Së pari, Muhammed na tregon si duhet përshkruash fëmijërinë tënde. Atëherë, si në fillim, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë quhem Muhammed Ukushata, jam nga Ulqini. Sa i përket fëmijërisë time, në fillim doja të falenderoj familjen time që në moshën 6 vjeçare apo 5 vjeçare më çoi në Iskenderi, e cila gjendet në Egjipt. Aty e shfrytëzova unë dhe e nisa mësimin ndaj Islamit dhe mësimin ndaj namazit. Një gjë që është shumë e rëndësishme për një musliman. Falënderim ndaj si thash për familjen time që sakrifikuan shumë për mua, Allah i shpërbleft. Allahumma amin. Edhe sa i përket fëmijërisë, si thash, e kam vazhduar në Iskenderi dhe pastaj alhamdulillah erdha këtu nga që u bë një farë lamshi atje, u bë një farë trishtime të mëdha në Egjipt në kohën e Muhammed Mursit. Allah më mëshiroft. Amin. Do t'i kujtojmë disa gjëra, si ishte ajo nisma që të shkosh në Iskenderi, si erdhi ajo ideja e prindërve? Pa atëherë, prindët që në fillim, Allah i shpërbleft, a kanë pas mendimin që unë ta kryej hafizllukun, edhe ta kryej. Po jo ta kryej vetëm në arabisht. Por në mënyrë që ta kuptohet më kollaj, më kanë çuar në Iskenderi që ta mësoj arabishtën, ta mësoj sa më pastër. Po, që ta mësoj sa më pastër, edhe ta kuptoj atë si me gjuhë ashtu edhe me zemër. Subhanallah, është shumë e rëndësishme. Dhe pastaj Muhamedi kthehet me një dashuri nga veçëria e tij, nga fëmijëria e tij për Iskenderisë dhe kthehet në Ulqinin ton të bukur dhe pastaj vazhdon, domethënë për të kërkuar bazat, domethënë e fesë në Mejtep. Ja ashtu.
Alhamdulillah, si thash, e kam xhaxhin tim, axhën tim, e kam ish Suad Efendi Kushata, i cili ishte edhe si mësues në Mejtep, ku unë vazhdimisht për çdo javë shkosha dhe alhamdulillah ja kam pa shumë dubin Mejtepit, ku alhamdulillah u bërën garat e para në Maltëzi për sa i përket fesë islame. Si në fillim u mbledhme në Mejtep, ku e bëme një test të vogël, nga që u pranoshin vetëm 2 për çdo qytet, nga 2 persona për çdo qytet. Alhamdulillah u bëra unë një ndër ato 2 persona i cili zgjodhi Ulqini, zgjodhi Mejtepi këtu, dhe shkuam në Podgoricë për të kryer testin në Tuzë. Në nivel, domethënë qendror. Po. Aty alhamdulillah e kemi kryer testin, pastaj vazhduam duke lexuar nga Ilmi Halli shkronjat arabe dhe në fund prit me rezultatet. Erdhi i treti dhe nuk isha unë. I dyti nuk isha unë edhe thash me veti, hajr inshallah herës tjetër do a fitoj nëse më bën Zoti mundësi, nëse kam risk. Por alhamdulillah e tha i pari Muhamedu Kushata edhe dola une, alhamdulillah, falenderimet shumë i takojnë Allahut. Shkrenari për qytetin që ne, domethënë të kemi njerëz të cilët kërkojnë domethënë dije për fen edhe kërkojnë që të thothohen dhe Allahen për fen. Së pari kemi treguar se prindit e tu kanë pasur një ndikim shumë të madh për kërkimin e fesë, për kërkimin e dijes për fe dhe për mësimin e Kur'anit famlar. Pastaj Muhamedi pas Mejtepit po morë një hap tjetër, domethënë një hap shumë të madh. Ajo është që po lën Ulqinin në një kohë shumë të shkurtër dhe vazhdon rrugëtimin e tij në medresen Haxhi Shamia në Shkodër. A trego fillimet si erdhi deri tek kjo ide? Ashtu është, siç the, pas 5 klas isha i vogël edhe nuk e kam kuptuar bazën dhe nuk e kam kuptuar mirë se çfarë do thotë feja islame nga që isha në moshë të vogël, por babai im, alhamdulillah, mori sakrificën që të më çojë në Shkodër, të më largoj nga qyteti i Ulqinit dhe të vazhdoj për dieni, nga shtëpia ashtu, dhe të vazhdoj rrugën për dieni, më çoi në Shkodër, ku aty ishte një konvikt, një ndërtesë për të kryer hafizllukun. Më çoi aty si në fillim që ta provoj dhe ta shikoj a mund ta përballoj atë. Si i vogël si qisha nuk e përballosha dot normal, qasha për çdo ditë në rrezik. Edhe pasi se çdo kush i cili largohet në atë moshë nga prindit, për arsye se nuk kemi mësuar ne të largohemi nga prindit në atë moshë. Ashtu është nga mami, babi, gjithë. Dhe ti ishe fëmijë vetëm. Ashtu është nga shoqëria. Nuk isha edhe shoqëria e re, si ishte. Shoqëria nuk njeh midis tjetër. Ashtu është. Edhe si thon në Shkodër matan kufinit, në anë tjetër të kufinit, në anë tjetër kufinit dhe njeriu subhanallahu është pak më ndryshe normalisht. Nuk vjen çdo ditë tek shtëpia, nuk e ke të njëjtin ushqim. Ashtu është, pastaj në këto ditë siç the është edhe teknologjia, kanë ardhur telefonat, celularet, edhe nuk e kam pas të mundur që unë të përdor celularin atë kohë. Na kanë anuluar celularet, me një fjalë telefonat. Për arsye të hifzit. Me një fjalë që të fokusohemi në hifz. Së pari na tregon se si filloi ideja për hifz. Domethënë prindit ishin ato të cilët të inspiruan, frymëzuan, motivuan, por na tregon se si filloi Muhamedi. Ja filloi me njëherë me faqen e parë, me 3-4 faqe apo si? Jo, normal, si thash, fillimi ishte në Iskenderi, ku aty fillova duke mësuar suret e fundit të Kuranit, cilat janë edhe suret më të shkurta të Kuranit. Në xhuzin 30 fillova duke mësuar suret e shkurta si Kul huwallahu, Kul a'udhu bi rabbil falak, e kështu me radhë, derisa e morra një hap më të madh ku mësova me mamin, alhamdulillah, mësova surën Tarik. Mashallah. Isha në moshë të vogël, edhe secili e ka mënyrën tjetër që mundet të mësoj një sure. Njëri e ka me lexim,
Tjetri e ka me ndëgjim. Unë kam pasur me ndëgjim, elhamdulillah, edhe duke e ngjuar mamin tim të lexoj Kur'an. Njështu edhe u ndez ajo flak, ajo dëshirë për ndez edhe dashuria për Kur'anin. Për të mësuar Kur'anin. Dhe ai ishte momenti kur në një farë mënyrë i tha vetes unë dua të bëhem hafiz. Subhanallah, duhet të kujtojmë se pari ndjekësit, shikuesit tanë ka dhe nga ato të cilë nuk e din. Hafizi Kur'anit do të thotë ai i cili ka memorizuar Kur'anin të plot, 600 faqe të memorizuar dhe e mban atë Kur'anin në gjoksin e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij dhe në punë dhe veprat e tij, jeton sipas tij. Dhe Muhamedi mashallah tabarakallah, Muhamedi po na dëshmon inshallah për atë. Muhamedi po përfundon hifzin e Kur'anit për rreth 3 vjet e gjysmë apo 4. Ashtu është. Dhe Muhamedi po bëhet para 4 viteve, kujtojmë mirë, Muhamedi para 4 viteve ishte hafizi më i ri në Maltezi. Subhanallah, përmendon hafizi më i ri në Maltezi, 14 vjeç. Muhamedi tani ka 18 vjet dhe në medrese rrin sa vite? Në medresen në Turqi tash I kam shkuar alhamdulillah. Është I 4 vit dhe jam në matur, siç mundën me thënë në Ulqin. Mashallah. Ki përfunduar domethënë medresen Haxhi Shamia në Shkodër dhe pastaj tani je në përfundim të medresesë të mesme ndryshe në Turqi. Mashallah. Subhanallah, është shumë rëndësi që ne të kuptojmë se Kur'ani do të jetë shoku ynë më I mirë, më I dashur. Na trego disa momente të lutem ndaj diçka nga ato momentet më të vështira apo sakrifice jote apo më të dashura gjatë mësimit të Kur'anit famlar. Normal, si thash, momentet më të vështira kanë qenë nga që unë kam qenë shumë në moshë të vogël. Dhe momentet vështira kanë qenë kur të mungon familja, të mungon qyteti yt, mami, babi, shoqëria. Ashtu është shoqëria e vjetër. Por alhamdulillah u përballova dhe u adaptova, si I thohet, me ambientin e Shkodrës. Nuk ishte keq, alhamdulillah, tanat mirat I kena pas. Allah I shpërbleft edhe organizatës që na ka mundsuar këtë punë. Edhe kryesore momenti më I vështirë ishte nga që kam qenë I vogël, po mos kisha qenë edhe I vogël, ndoshta do ta kisha përballuar më mirë, por alhamdulillah nuk qiti problem të madh. Edhe u adaptova. Na trego paksa se ka nga ato të cilët na tregojnë dhe thonë se Kur'ani është I zorshëm për të memorizuar. Normal, Kur'ani nuk është I zorshëm për të mësuar, por edhe nuk është kollaj. Duhet mi aba sebepin. Si të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma përpara banje sebepin në historinë me deve. Për ju që se din, për ata që se din, është historia ku ka qenë një shok I pejgamberit apo sahab mund të thëmë sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë: "O Rasulullah, ja Rasulullah, ata lajën këtë deve në dorë të Allahut." Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Njëherë lidhe, pra baje sebepin, pastaj atë leja në dorë të Allahut." Normal, si desha me thonë, nuk është tanë inshallah po mësoj, po duhet t'ja bëj edhe sebepin. Sa I përket sakrificave që do çohesh natje herët ku e ke trunin më të freskët, kohët që do merresh me të, edhe në vend se të shkosh të lozësh me shokët e tu që I vogël, në vend se të shkosh të lozësh apo të luash me shokët e tu, të mësosh Kur'anin, janë sakrificat mëdha për moshën që je. Edhe kjo është gjë e më e rëndësishme, është sakrifica ndaj rrugës që ke zgjedhur. Subhanallah. Ka nga ato hafize ku I duhen për shembull gjysati, domethënë gjysore deri 1 orë për ta mësuar Kur'an, domethënë një faqe nga Kur'ani apo dhe më tepër, por një që duhet dhe kohë për të përsëritur, domethënë për ta ruajtur Kur'anin bashkë këtë si ti duhet me ruajt sebepin, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar dhe thënë se Kur'ani nëse nuk përsëritet, nuk ruhet, atëherë iken shumë shpejt. Na trego së pari a është më vështirë të bëhesh hafiz apo ta ruash atë? Tash
siç kanë thënë edhe mësuesit e mi në Shkodër, ku thoshin fillimi i Kuranit normal është kur t'ja fillosh me mësu, por është edhe kur ta memoralizosh komplet. Ma vështirë e ke, për mendimin tim normal, mendimi im është që më vështirë është ta ruash atë dhe mos të largohesh, mos ta çosh një qoshë me thon tash ja kam mësuar, edhe elhamdullah me thon e kam mësuar edhe me e lan mrapa. Nuk mundesh me e bë ashtu, nga që varet edhe nga njeti, normal. Nga që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo vepër vlerësohet sipas njetit. Po. Subhanallahu, do të na tregosh se të bëhesh hafiz nuk është diçka e lehtë, është diçka shumë e madhe, edhe elusim Allahun fuqi plot që ne të synojmë të bëhemi njësej inshallah taala hafiz. Por na trego cili ishte emocioni yt më i madh të cilin ti kishe nda me ne gjatë hifzit apo me përfundimin e tij, subhanallah. Tash emocionet më mëdha normalisht kur e thu faqen e fundit, apo më varet nga si e keni metodën e mësimit të Kuranit. Kena atje e kemi pasur faqe. Edhe kur e thu faqen e fundit me moralizimet, si më thanë, është një emocion tjetër, ja nisën në rrezik, ata që e kanë emocionet forta, ja nisë të qa atë për atë, si më thanë, alhamdulillah, e kam kryer hafizllukun atë, po si thash, nuk është fundi rrugës atë. Mbrojtja e Kuranit është më e zoshme dhe më e dashur, nga që siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbrohet Kurani sa më mirë, për ndryshe subhanallah ikën shumë shpejt. Subhanallah, muaji Ramazanit por punët e veprat nuk guxojnë të iken, dhe sidomos shoqërimi me fjalën e Allahut, domethënë me Kur'anin famlar. Podcastet, domethënë këto emisionet tona i shikojnë ato më të voglit, rinia në mosha të tjera, dhe na shikojnë bashkëvendasit tanë në Ulqin dhe më tepër diaspora etj, dhe së pari cili mesazh do të ishte për fëmijët të cilët kanë filluar apo duajnë të fillojnë leximin e Kuranit, cili do të ishte mesazhi yt për to? Po atëherë, si tha, na ka ikur shoku ynë më i dashur Ramazani, ku alhamdulillah në të është sunet që të lexohet Kurani prej fillimit deri në fund, dhe është mirë që të lexohet Kurani jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Sa i përket mesazheve, është që kam unë, nuk mund të them diçka serioze, nga që edhe unë jam në rini, por sa mesazhet e mia janë që kur nëse e nis një rrugë, mos e nis me motivacie, nisë me disiplinë, mundesh me thënë. Nga që avash merr seriozisht rrugën edhe merr me disiplinë. Nëse e merr me motivacie, mundet me të ika e motivacia dhe më e lën rrugën gjys. Nëse e merr me disiplinë, e bën me plan. Çdo ditë nga pak. Motivimi iken, po për disiplinën mbeten. Ashtu është. Edhe nga pak, alhamdulillah, e kryen njëtën, qëllimin që e ke nisur. Kjo nuk është vetëm për hifzin, por për çdo gjë që t'ja nisësh. Apo, subhanallah. Si do të përshkruash me një fjalë rrugëtimin tënd si hafiz, cili do të ishte ajo? Atëherë, sakrificë mund të themi, fjalën sakrificë mund të ta përmbledhi komplet, nga që ishte një sakrificë e madhe që të lehet fëmiria ime, koha që isha i vogël, dhe të lehen gjithë shokët, familja, të lehen tanë për hir të Allahut, që të shkojnë për mësimin e Islamit, për mësimin e fesë të Allahut. O por e vlejti. Alhamdulillah. E kam dëgjuar një herë, dhe me këtë inshallah taala do të përfundojmë, dhe inshallah do të takohemi prap inshallah pas përfundimit të medresesë, dhe planet tuaja janë të mëdha.
Por kam dëgjuar një herën që ke treguar se kur të kanë pyetur për motivimin gjatë hifzit, cili ishte motivimi yt, the se e ke përmendur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për prindërit. Na kujto të lutem. Ashtu është më përpara para se me kry hafizllykun e kam dëgjuar një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në ditë gjykimit prindërit e një hafizit do kenë një kuror edhe një si jakën mrapa që do ndriçoj si nur apo si dritë. Edhe janë si krenari për ato prind në ditë gjykimit që e ka kryer djali tyre apo vajza tyre, fëmia tyre hafizllykun. Edhe ajo është si një motivim. Gjithashtu ka edhe hadithe tjera ku thot khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, e cila i tako më mirë për jush është ai që ja mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Alhamdulillah, inshallah do mundohem edhe unë t'i përshtatem këtij hadithi sa më shumë, nga që e mësova Kur'anin, atëherë të jepet edhe dia, inshallah do mundohem sa më shumë. Elusim Allahun fuqiplot që t'i shpërblej prindërit tu, elusim Allahun fuqiplot që t'i shpërblej ty për sakrificën tënde dhe të shpërblej me xhennetin firdaus dhe të jeti i kënaqur me ty dhe me familjen tënde. Ne elusim Allahun fuqiplot që këto emisione tona podcast në Mezhlis të jenë vetëm emisione ku do shohim dobi dhe hajër dhe elusim Allahun fuqiplot që ta përmirësoj gjendjen tonë në të mirë dhe mos ta harrojmë fjalën e Allahut Kur'anin famlart. Elusim Allahun fuqiplot që këto mezhlise vetëm të shtohen dhe jo paksohen. Lusim Allahun fuqiplot që dita e sotme të jetë më mirë se e djeshmja edhe e nesërme të jetë më mirë se e sotmja. Lusim Allahun fuqiplot që të jetë i kënaqur me të gjithë neve. Ndjekemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.